Pas përfundimit të mandatit 5 vjeçar të Vjosa Osmanit më 4 prill 2026, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka marrë detyrën e ushtruese së presidentes. Por, a ka të njëjtat kompetenca si një presidente me mandat të plotë? Përgjigja, sipas njohësve të kushtetutës, është po. Një akt gjykimi i hershëm i gjykatës kushtetuese lidhur me rastin e Jakub Krashniqit ka konfirmuar se ushtruesi i detyrës së presidentit nuk ka kufizim të kompetencave në raport me një president me mandat të plotë. Kjo do të thotë se Albulena Haxhiu, gjatë kësaj periudhe tranzitore, ka në dispozicion të gjitha të 30 kompetencat kushtetuese, duke përfshirë emërimet në institucione të pavarura, dekretimin e ligjeve dhe udhëheqjen e politikës së jashtme. Vetëm pak ditë pasi filloi ushtrimin e detyrës, Haxhiu kreu një punë të rëndësishme. Së bashku me kryeministrin Albin Kurti, ia dhanë një mandat të ri 5 vjeçar Petrit Tajetit në krye të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Por kjo ishte vetëm fillimi. Para saj tani qëndrojnë disa vendime kyçe që kanë mbetur të papërfunduara nga ish-presidentja Osmani. Sfida e parë dhe më e ndjeshme është emërimi i antarit të 10 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, KQZ. Për këtë çështje ka mospajtime të mëdha mes LVV-s dhe PDK-s. Eugjenca Kolli nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se situata mund të komplikohet, duke qenë se Haxhiu vjen nga radhët e LVV-s. Nëse ajo emëron një antar nga partia e saj, kjo çështje mund të përfundojë në gjykatën kushtetuese dhe do të dëmtonte kredibilitetin e KQZ-s. Njohësit e kushtetutës, si ish-gjyqtari Kadri Kryeziu, theksojnë se roli i presidentes kërkon panshmëri të plotë. Presidenti është faktor uniteti dhe neutral, duhet të vendosë në bazë të interesit të kushtetutës dhe institucioneve shtetërore, ka thënë ai. Avokati Arbër Jashari paralajmëron se Haxhiu mund të përballet edhe me propozime për emërime në institucione të pavarure, ku shpeshherë mungon konsensusi politik. Përveç KQZ-s, në dorën e saj janë edhe vendimet për kryeprokurorin e shtetit dhe disa emërime të tjera të lëna pezull nga Osmani. Megjithatë, avokati Melos Kolshi vlerëson se ushtruesja e detyrës duhet të kryejë vetëm punë për garantimin e funksionimit të institucioneve, por jo edhe ato punë që nuk janë të urgjencës, duke argumentuar se këto duhet të kryhen nga presidenti i ardhshëm me mandat të plotë. Sipas kushtetutës, Haxhiu mund ta ushtrojë këtë detyrë për një periudhë jo më të gjatë se 6 muaj. Ajo ka shprehur shpresën se kuvendi do ta zgjedhë sa më shpejt presidentin e ri dhe i ka bërë thirrje deputetëve që t'i lënë anash inatet dhe dallimet politike. Por deri atëherë, ajo mban në duart e saj vendime të mëdha që do të ndikojnë në funksionimin e institucioneve të Kosovës.